Dhe më kishin pikasur disa persona që ishin shqiptarë dhe jetonin në atë zonën ku jetoja unë, dhe unë në fakt kisha vënë re ditët e fundit që po më ndiqte një makinë. Pra ose rrinte e parkuar përpara, ose rrinte e parkuar ose më priste pak më tutje pak më përpara se të hyja tek lagja. Më thënë kisha vënë re. Po thoja okej, se e dija që dhe ishin në lagje dhe thoja okej, se ndoshta rrin për shefin e vet, nuk kishte shkuar mendja. Pak ditë më vonë, më thot dikush që kujdes vetëm kaq, kujdes shqiptar, prap, kujdes se të kanë pikasur. Dhe i them unë që më kanë pikasur për çfarë? Në çfarë vend ishte kjo Selin, fal? Në Piza, jetoja unë, po. Edhe më thon kujdes se të kanë pikasur, po vetëm kaq. Edhe unë i them që shiko, nuk kanë për çfarë të më pikasin, se unë ato që e bëj çfarë do vinë, do marrin rrobat. Edhe më thot unë kaq po të them. Këto kishin menduar se unë pjesën e rrobave e përdorja për të kamufluar punë të tjera ilegale. Dhe një ditë, kur unë kam qenë duke bërë blerjet e mia, kthehem me valixhe në shtëpi, se ashtu e bëja nga që kisha dhe frikë, gjithë paketimet i merrja i fusja nëpër valixhe, edhe i hiqa çantat e kartonit për t'i heq brendet. Edhe kthehem në shtëpi dhe e gjej shtëpinë të thyer, të sakatuar. Dhe unë kam prerë biletën kështu në moment të fundit dhe jam nisur për Shqipëri. Dhe kjo është e gjithë gjë. Nuk është e vërtet. Unë them e vërtet që ka ndodhur ty. E vërtet. Edhe për mua është e vërtet. Jo, është e vërtet, më ka ndodhur mua. Është e vërtet. Dhe unë nuk u ktheva më Po ti pastaj. prik s'tregova? Se kthea si? Nuk u ktheva më, jo, sepse Ajo ishte ndodhja e fundit. po, unë hika me idenë që thjesht do lëvizja dhe do kthesha përsëri për gjetur një shtëpi tjetër, po nga ajo gjë që mua ndodhi dhe mënyra se si unë e pa shtëpinë, po u